Ish fituesi Big Brother VIP Albania, Gjesti ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale pas një videoje të publikuar së fundmi në TikTok. Kjo video, e cila ka shërbyer si një impuls për reagime të forta nga ndjekësit, ka nxitur një debat të gjerë mbi sjelljen publike të artistëve dhe për përgjegjësinë që ata kanë ndaj audiencës së tyre. Gjesti, me një karrierë të gjatë në muzikë dhe si ish ekspert i realitetit televiziv, duket se nuk ka arritur të marrë parasysh reagimet e mundshme të fansave të tij. Mënyra se si është pritur nga ndjekësit tregon se shpesh sjelljet e artistëve në rrjetet sociale nuk janë thjesht të pritura, por ato kanë një ndikim të fuqishëm. Ajo që për Gjestin mund të jetë një shaka e papërgjeshme, për shumë të tjerë mund të nisë një valë gjithnjë e rritur kritike. Ndjekësit që dikur e mbështetën me entuziazëm, tani janë duke shprehur zhgënjimin e tyre dhe madje duke cilësuar veprimin e tij si të papërshtatshëm. Pjesa më e madhe e kritikave vijnë nga ata që e ndihmojnë dhe e ndjekin Gjestin gjatë gjithë karrierës së tij. Ka pasur situata të ngjashme në të kaluarën për artistë të ndryshëm, por ky duket se është një moment kulminant për Gjestin, i cili përballet me sfida të reja dhe presione të papara në rrugtimin e tij artistik.